Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk ishte e mirë në shtrat, aktori i njohur turk i jep fund marrëdhënies romantike. Akin Akinozu i jep fund lidhjes që ka pasur me Sandra Pestemalçin. Aktori i njohur, i cili njihet për një sër rolesh edhe në Shqipëri, ka habitur fansat me ndarjen e tij më shumë për arsyen e ndarjes. Ata kanë qenë bashkë prej 6 muajsh dhe i pyetur së fundmi në një portal magazin në Turqi, ai u përgjigj që arsyeja e ndarjes ishte pakënaqësia intime dhe largësia nga ana e partneres. Ai shprehet që distanca me punët e secilit i bëri që ata mos të kalonin fare kohë së bashku, arsye kjo që çoi në ndarjen e çiftit. Kujtojmë këtu që aktori i njohur do të vi me një serial shumë të lezetshëm dhe të fundit në televizionet shqiptare shumë shpejt. Detaje të tjera në lidhje me ndarjen nuk ka ende përveç kësaj.